Biblioteka Zoja Shkodrës në bashkëpunim me shtëpinë botuese Botimet Fishta organizuan promovimin e librit Veç drita s'pas ka mbarim me autore Lucia Zorba Kalaj. Aktiviteti mblodhi dashamirës të librit, studiues, shkrimtar dhe lexues të cilët u njohën nga afër me këtë botim autobiografik që autoria e sjell me një mesazh të fortë. Vetëm hakmarrja nuk ka vend. Personazhet reale janë pjesë e këtij libri të ndarë në dy kategori, ato pozitiv që ka vendosur t'i identifikojë dhe ato që mbeten anonim, të cilët kanë përcjell aspekte jo pozitive në jetën e saj. Kam fillu qysh për fëminis, kujtimet fëminis, është me personazhe autentik, personazhe real, personazhet pozitiv jam mundu me i vu me emna, disa personazhe po thona jo pozitiv, atyne nuk e kam vu emna. Historie përjetume, është një memuar, mundën a me i qujt, po kështu quen, po libër kujtimesh, artistik, kam shkru shumë për prindë e mi, sidomos për babën, që është edhe i njoftur. Kujtimet vinë varg e varg, si vadi si një histori, deri kur kam kanë në 17 vjeqe. Po mandaj ka prep kujtime tjera, por që janë kujtimeve të tjerëve, sidomos kujtimet prindve, ose histori tjerë. Ashtë histori e qytetit, histori e rrugicave tona, jam mundu me fut shumë humor mërën, edhe nostalgji, natyrisht, edhe dashnit male për Shkodrën. Sytë e nanës teme, ty më shikju, që lexoshin mirë të unë, më tharë që qysh në gjenezën teme, janë disa kodit në nëshkrume, ku hakmarrja, bilele, shëmdhejsa hakmarrjes nuk kanë vend. Kjo është paka shumë mesazhi. Pinjolla, një familje me emër, vajza e poetit dhe përkthyesit të njohur shqiptar Zev Zorba, autoria Lucia Zorba Kalaj, në këtë botim i kushton një hapësirë të rëndësishme edhe babait të ndjer. Ajo ndau me të pranishmit reflektime mbi procesin krijues dhe motive që e frymzuan në shkrimin e kësaj vepre.